Horoskopi ditor, e martë, 24 qershor 2025. Horoskopi ditor i dashit, 24 qershor 2025. Dashi, energjitë e sotme ju nxisin të ndiqni një qasje të ekuilibruar në përpjekjet tuaja. Me hënën në një shtrirje të favorshme me Marsin, mund të ndjeni një fluks energjie që ju nxit të kapni ditën. Kanalizoni këtë dinamizëm në detyra produktive, por shmangni vendimet e nxituara pa u marrë parasysh me kujdes. Marrëdhëniet mund të kërkojnë pak kujdes sot. Komunikimi rrjedh pa probleme, duke e bërë atë një kohë ideale për të shprehur ndjenjat tuaja ndaj të dashurve. Profesionalisht, qëndroni të hapur për bashkëpunim pasi kjo mund të çojë në rezultate të dobishme. Financiarisht, ndryshime të vogla në strategjitë tuaja të buxhetimit mund të çojnë në fitime të konsiderueshme. Kjo është një ditë e mirë për të eksploruar projekte krijuese ose hobi që keni pasur në mendje. Përqafoni mundësitë për rritje, por gjithashtu lejoni vetes momente relaksimi. Ekuilibri është çelësi. Meditimi ose një shëtitje e qetë mund të ndihmojnë në ruajtjen e qetësisë dhe fokusit tuaj. Ushqeni veten tuaj të brendshme dhe do të gjeni një ndjenjë më të thellë përmbushjeje deri në fund të ditës për një udhëtim më harmonik përpara. Horoskopi ditor i Demit, 24 qershor 2025. Demi, agimi i ri premton një ditë të pasur me potencial për fillime të reja. Ndikimi i Venusit nxjerr në pa marrëdhënie dhe aspiratat personale. Është një kohë e shkëlqyer për të rivlerësuar qëllimet dhe për t'i parafruar ato me veten tuaj autentike. Edhe pse dita mund të paraqesë mundësi për përparim, është thelbësore të qëndroni të qëndrueshëm dhe praktik në qasjen tuaj. Financiarisht këshillohet kujdes. Shmangni blerjet impulsive që mund të tendosin burimet tuaja. Në vend të kësaj, përqendrohuni në investime afatgjata që ofrojnë stabilitet. Në marrëdhënie, komunikimi i hapur mund të forcojë lidhjet. Gjeni kohë për biseda kuptimplote. Jeta profesionale është e qëndrueshme, por merrni në konsiderat kërkimin e këshillave nëse përballeni me projekte sfiduese. Emocionalisht besoni instinkteve tuaja. Ato do t'ju udhëheqin përmes çdo konfuzioni. Duke u mbështetur në anën tuaj intuitive, do të gjeni qartësi dhe paqe. Një mbrëmje relaksuese me të dashurit ose angazhimi në një hobi krijues mund t'ju ndihmojë të rimbushni energjinë tuaj. Çdo vendim duhet të përputhet me vlerat tuaja thelbësore për harmoni dhe kënaqësi më të madhe. Horoskopi ditor i Binjakëve, 24 qershor 2025. Binjakët, sot energjitë kozmike favorizojnë komunikimin, duke e bërë atë një ditë të përsosur për të shprehur idetë dhe vizionet tuaja. Rreshtimi i Mërkurit me Jupiterin sugjeron që fjalët tuaja mund të kenë një ndikim të fuqishëm tani. Është një kohë e shkëlqyer për negociata ose për të filluar projekte krijuese, pasi mendja juaj është e mprehtë dhe komunikimi juaj i qartë. Në mjediset shoqërore, kontaktimi me miqt ose zgjerimi i rrjetit tuaj mund të japë rezultate pozitive. Financiarisht, instinktet tuaja ju shërbejnë mirë. U besoni atyre kur merrni vendime investimi. Sidoqoftë, keni kujdes që të mos e teproni. Marrëdhëniet personale mund të thellohen me biseda të sinqerta. Prandaj ndani mendimet dhe emocionet tuaja hapur. Mund të ndjeni një rritje të energjisë spontane që inkurajon eksplorimin dhe përvojat e reja. Planet e udhëtimit ose ndjekjet arsimore mund të jenë veçanërisht të favorshme. Sigurohuni që ta balanconi këtë nxitje të jashtme me momente reflektimi për të ruajtur paqen e brendshme. Meditimi ose praktikat e vetëdijes mund të rrisin qartësinë tuaj mendore dhe mirëqenien emocionale sot, duke nxitur rritjen dhe pozitivitetin. Horoskopi ditor i Gafores, 24 qershor 2025. Gafore, yjet inkurajojnë vetanalizën sot, ndërsa hëna lidhet në mënyrë harmonike me Neptunin. Zhytuni thellë në emocionet tuaja për të zbuluar të vërteta dhe njohurit të fshehura. Kjo është një ditë për rritje dhe mirëkuptim personal, pasi intuita juaj është e rritur. Besojini asaj për t'ju udhëhequr në vendimmarrje. Profesionalisht mund të hasni një mundësi për avancim, por sigurohuni që të jeni të informuar para se të angazhoheni. Kolegët mund t'ju surprizojnë me mbështetje dhe bashkëpunim. Përqafojini këto lidhje pasi ato mund të çojnë në rezultate të frytshme. Në jetën tuaj personale, marrëdhëniet e kujdesshme sjellin gëzim. Shprehni mirënjohje për të dashurit, pasi forcimi i këtyre lidhjeve pasuron shpirtin tuaj. Financiarisht, rishikoni buxhetin tuaj për të siguruar që jeni në rrugën e duhur me qëllimet tuaja. Shmangni sipërmarrjet e rrezikshme sot. Stabiliteti është çelësi. Kreativiteti po rrjedh, prandaj angazhohuni në hobi artistike ose eksploroni hobi të reja.
Një mjedis i qetë në shtëpi mund të ofrojë paqen që kërkoni për reflektim. Përqafoni dhe mshurinë dhe empatinë, duke i lejuar ato të udhëheqin ndër veprimet dhe vendimet sot për një harmoni më të madhe. Horoskopi ditor i Luanit, 24 qershor 2025. Luani, sot është një ditë veprimi dhe entuziazmi. Pasi dielli energjizon pasionin tuaj për projekte dhe ndjekje. Përqafoni mundësitë për të udhëhequr dhe për të marrë kontrollin. Por keni kujdes nga vetbesimi i tepërt. Ekuilibri është thelbësor. Profesionalisht, karizma juaj tërheq të tjerë drejt vizionit tuaj. Prandaj përdoreni këtë energji magnetike për të ndërtuar aleanca dhe partneritete që mbështesin ambicjet tuaja. Financiarisht mund të lindi mundësi për rritje, por vlerësojini ato me kujdes para se të merrni rreziqe. Marrëdhëniet lulëzojnë kur dëgjoni aq sa udhëheqni. Angazhimi dhe respekti ndërsjell janë thelbësore. Kreativiteti është i bollshëm, duke e bërë atë një kohë të shkëlqyer për të angazhuar në projekte artistike ose hobi që ndezin shpirtin tuaj. Lejoni imagjinatën tuaj të ecë lirë, e pa kufizuar nga kufit. Në ndërveprimet personale, shpirti juaj i gëzuar i ngre ata përreth jush dhe kjo bujari do të jetë reciproke. Mbani fokusin në shëndetin tuaj duke integruar aktivitetin fizik që ju emocionon, si një klas vallëzimi ose aventurë në natyrë. Kanalizimi i këtij gëzimi me mençuri çon në një ditë të përmbushur. Horoskopi ditor i Virgjëreshës, 24 qershor 2025. Virgjëresha, energjitë e sotme inkurajojnë planifikim të kujdesshëm dhe punë të detajuar. Me Merkurin që ndikon në sektorin tuaj, fokusi zmadhohet, duke e bërë atë të shkëlqyer për organizimin dhe vendosjen e gjërave në rregull. Profesionalisht, kjo është një kohë për të përmirësuar proceset dhe për të rritur efikasitetin. Vëmendja ndaj detajeve do të fitojë admirim. Financiarisht, vlerësoni zakonet tuaja të shpenzimeve dhe merrni në konsiderat krijimin e një buxheti më të strukturuar për të rritur kursimet. Marrëdhëniet mund të kërkojnë durim, veçanërisht nëse e gjeni veten të zënë në konflikte të vogla. Qasuni këtyre me qetësi dhe me komunikim të qartë për të zgjidhur çdo keqkuptim. Në rritjen personale, reflektoni mbi përvojat e kaluara për të fituar njohuri që do të përfitojnë vendimet tuaja të ardhshme. Emocionalisht, ushtrimet e mbështetjes, si yoga ose meditimi, mund të ofrojnë ekuilibër dhe qartësi. Kreativiteti mund të mos jetë në kulmin e tij, por detyrat e thjeshta dhe metodike ofrojnë kënaqësi. Nga ana shëndetësore, zgjidhni rutinën mbi spontanitetin sot. Qëndrueshmëria në dietë dhe ushtrime do të jetë e dobishme. Ndërmarrja e hapave të vegjël dhe të menaxhueshëm drejt qëllimeve siguron sukses dhe harmoni të qëndrueshme. Horoskopi ditor i Peshores, 24 qershor 2025. Peshorja, dita e re shpaloset me një fokus në marrëdhëniet dhe harmoninë. Venusi rrit sharmin tuaj natyror, duke i bërë ndërveprimet shoqërore të këndshme. Angazhohuni me bashkëmoshatarët dhe të dashurit, ndërsa lidhjet thellohen dhe mirëkuptimi lulezon. Profesionalisht, përpjekjet bashkëpunuese lulezojnë dhe puna në grup mund të çojë në përparime krijuese. Nëse lindin konflikte, aftësitë tuaja diplomatike rivendosin ekuilibrin. Financiarisht, është një ditë e mirë për të rishikuar investimet ose për të kërkuar këshilla për planifikimin financiar në të ardhmen. Përpjekjet romantike favorizohen. Shfaqja e vlerësimit për partnerin tuaj forcon lidhjen tuaj. Në jetën beqare, shoqërohuni dhe shijoni takime të reja që mund të evoluojnë në marrëdhënie kuptimplote. Artistikisht, ju frymëzoheni për të eksploruar forma të reja të vetëshprehjes. Përfshini aktivitete që relaksojnë dhe rigjallërojnë, si vizita në një galeri arti ose shijimi i muzikës live. Kërkoni bukurinë dhe paqen në mjedisin tuaj, duke krijuar qetësi në shtëpi. Përqafoni energjitë harmonike të ditës për të nxitur një ndjenjë paqeje dhe përmbushjeje, duke inkurajuar rritjen personale dhe të përbashkët. Horoskopi ditor i Akrepit, 24 qershor 2025. Akrepi, pozicioni qiellor i sotëm sugjeron një nevojë për transformim dhe vetanalizë të thellë. Pozicioni i diellit fuqizon vetëzbulimin, duke ju nxitur të reflektoni mbi motivimet dhe dëshirat themelore. Profesionalisht, zhytuni në projekte që kërkojnë kërkim të plot. Aftësitë tuaja hetuese shkëlqejnë, duke ndriçuar shtigjet drejt suksesit. Financiarisht, qasjet e kujdesshme ja vlejnë. Rishqyrtoni investimet aktuale për të optimizuar fitimet. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga dialogu i hapur. Shprehni mendimet tuaja më të thella për të fituar njohuri dhe për të forcuar besimin me të dashurit. Nëse lindin tensione, kërkoni kompromis në vend të kontrollit. Mbështetuni në qëndrueshmërinë tuaj emocionale,
duke gjetur ekuilibër midis dhënies dhe marrjes. Nga ana shëndetësore, nderoni nevojat e trupit tuaj. Përfshini pushimin dhe kujdesin për veten në rutinën tuaj. Angazhohuni në aktivitete si yoga ose meditimi për të pastruar mendjen tuaj dhe për të rigjallëruar shpirtin tuaj. Ndërsa ndryshimi është i afërt, përqafojeni atë me një mendësi pozitive. Shfrytëzoni intuitën për të përballuar sfidat dhe për të përshtatur me veten tuaj më të vërtetë, duke përgatitur skenën për një rritje të thellë dhe të kënaqshme. Horoskopi ditor i shigjetarit, 24 qershor 2025. Shigjetari, sot ju nxit të eksploroni horizonte të reja. Ndikimi i Jupiterit thekson zgjerimin dhe aventurën. Shfrytëzoni mundësitë për të mësuar dhe udhëtuar. Profesionalisht, inovacioni dhe perspektivat e freskëta janë aleatët tuaj, duke ju ndihmuar të fitoni njohjen që kërkoni. Mund të lindin vendime financiare, prandaj merrni në konsiderat këshillat përpara se të angazhoni burime. Në jetën tuaj personale, planet spontane sjellin gëzim. Marrëdhëniet lulëzojnë me komunikim të hapur dhe përvoja të përbashkëta. Jepini përparësi kohës cilësore me të dashurit ose planifikoni një takim për të forcuar lidhjet. Kreativiteti rrjedh. Aktivitete që sfidojnë mendjen dhe shpirtin tuaj rezultojnë përmbushëse. Zhytuni në një hobi ose lënë të re studimi për të ushqyer kuriozitetin tuaj. Ndjekjet filozofike gjithashtu favorizohen sot, pasi ato çojnë në një kuptim më të thellë të rrugës suaj në jetë. Qëndroni të bazuar. Balancimi i këtij entuziazmi për zbulim me konsiderata praktike siguron rritje dhe ekuilibër personal. Shijoni aventurat e ditës dhe lejojini ato t'ju udhëheqin drejt qëllimeve tuaja përfundimtare me energji dhe qëllim të ripërtërir. Horoskopi ditor i Bricjapit, 24 qershor 2025. Bricjap, energjitë e sotme inkurajojnë përqendrimin në qëllimet dhe praktikat afatgjata. Ndikimi i Saturnit forcon ambicien tuaj dhe disiplina rrit produktivitetin tuaj. Profesionalisht, është koha për të hartuar strategji dhe për të zbatuar plane të detajuara. Suksesi vjen nga përkushtimi dhe një qasje metodike. Financiarisht, merrni në konsiderat rishikimin e strategjive tuaja të investimit për të maksimizuar asetet. Marrëdhëniet personale mund të kërkojnë vëmendje. Sigurohuni që angazhimet tuaja të jenë të balancuara me nevojat e familjes ose partnerit. Komunikimi efektiv nxit harmoninë. Prandaj angazhohuni në diskutime të menduara mirë. Kultivimi i lidhjeve pasuron mirëqenien emocionale. Kreativiteti manifestohet në zgjidhje pragmatike. Përdoreni këtë për të përballuar sfidat afatgjata. Sa i përket shëndetit, kushtojini vëmendje nevojave tuaja fizike, duke integruar rutinat e ushtrimeve që nxisin forcën dhe qëndrueshmërinë. Përqafoni mundësitë për pushim jetësore për shëndetin tuaj mendor. Pranimi i arritjeve dhe pranimi i fitoreve të vogla rrit besimin. Besoni në rrugën tuaj, por qëndroni fleksibël për të përshtatur sipas nevojës, duke siguruar sukses të vazhdueshëm dhe qetësi në përpjekjet tuaja. Horoskopi ditor i Ujorit, 24 qershor 2025. Ujori, ndërsa hëna ndikon në sektorin tuaj të mendimit sot, përgatituni për një ditë të pasur me ide dhe mundësi inovative. Shpirti juaj vizionar shkëlqen fort, duke nxitur frymëzim tek të tjerët. Profesionalisht, kjo është një kohë e shkëlqyer për të hartuar strategji për projektet e ardhshme, me rezultate që rrisin bashkëpunimin. Angazhohuni me kolegët për të gjetur zgjidhje të frytshme. Këto aleanca mund të sjellin sipërmarrje të frytshme. Financiarisht, rishikoni qëllimet afatgjata, duke siguruar përputhje me vlerat personale. Marrëdhëniet personale lulëzojnë kur janë të balancuara me individualitetin. Gjeni mënyra për të shprehur perspektivën tuaj unike pa komprometuar nevojat e të tjerëve. Përpjekjet romantike përfitojnë nga kreativiteti dhe aventura. Shoqërisht, krijoni rrjete për të zgjeruar horizontet, pasi lidhjet e reja ofrojnë perspektiva emocionuese. Kreativiteti është i nxitur, prandaj angazhohuni në projekte arti ose teknologjie që kënaqin kuriozitetin tuaj. Balancimi i kohës për reflektim dhe veprim ju mban të përqendruar. Prandaj integroni praktikat e vetëdijes si meditimi. Përqafoni energjitë e sotme për të krijuar një rrugë përpara, duke përdorur qasjen tuaj unike për të lundruar në përsfida në mënyrë krijuese dhe me sukses. Horoskopi ditor i Peshqve, 24 qershor 2025. Peshqit, sot ju fton të zhyteni në vetëreflektim dhe rritje personale. Ndikimi i Neptunit rrit aftësitë tuaja intuitive, duke ju udhëhequr drejt së vërtetës së brendshme.
Kjo është një kohë ideale për të eksploruar emocionet dhe për të zbuluar aspekte të fshehura të psikikës suaj. Profesionalisht, ndjekjet krijuese dhe të menduarit inovativ çojnë në zgjidhje të jashtëzakonshme. Prandaj përqafoni anën tuaj imagjinative. Financiarisht, tregoni kujdes. Rishikoni buxhetet për të siguruar stabilitet. Në marrëdhënie, autenticiteti është çelësi. Angazhimi në biseda të përzemërta thellon lidhjet. Shprehni dëmshuri dhe empati, duke nxitur lidhje të forta dhe ushqyese. Jepini përparësi kujdesit për veten, veçanërisht shëndetit mendor dhe emocional. Aktivitete si meditimi ose shkrimi i ditarit rrisin qartësinë dhe ekuilibrin. Lejoni që kreativiteti juaj të fluturojë. Angazhohuni me muzikë, art ose natyrë për të stimuluar shisat tuaja dhe për të ushqyer frymëzimin. Përqafoni ëndrat tuaja, pasi ato ofrojnë njohuri në rrugën tuaj. Besimi në intuit ndihmon në lundrimin e pasigurive, duke ofruar udhëzimet e nevojshme për të ecur përpara me besim. Përdorni energjitë e sotme për të shëruar, transformuar dhe për të përshtatur me veten tuaj më të lartë. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.